Sot po mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale në Maqedoninë e Veriut. Kryetarët e komunave do të zgjidhen në 32 të tilla dhe në qytetin e Shkupit, si edhe do të ketë rizgjedhje për këshilltar në 3 qendra votimi në Shuto-Orizare. Nuk do të ketë zgjedhje për kryetar komune në Gostivar, Vrapçisht, Qendër-Zhupë dhe Mavrov dhe procedura do të përsëritet atje brenda 60 ditësh pas përfundimit të zgjedhjeve lokale. Në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komune votohet në kryeqendër Shkup dhe në aerodrom Bogovin, Brvenic, Valandov, Vinic, Dibër, Debarc, Demirkapi, Karposh, Kërçov, Konçe, Koçan, Krushev, Kumanov, Lozovo, Makedonska Kamenic, Makedonski Brod, Rosoman, Strug, Studeniçan, Tetov, Qendër Çeshinov, Obleshev, Çucer-Sandev, Shuto-Orizari, Dollneni, Dojran dhe Zrnovci. Në raundin e dytë të zgjedhjeve votojnë mbi 1.100.000 votues, prej tyre në Shkup të drejtë vote kanë mbi 470.000 votues.